Ja po luftoj kundër pushtetit pa kundër opozitës. Unë po luftoj kundër opozitës aktualisht për një arsye shumë thjeshtë. Po drejtohet i ka. Po që po tregoj? Po hajde. Po opozit, ose me që si opozit Albin Kurti është vishë edhe maj fort. Jo, po që po tregoj, që po tash po tregoj, nëse ki problem qeverisin e vendit, du të me pas opozit. Nëse se ki problem, atëre jemi në rregull. Amo që ta e kanë rritë Kurtin. Se po më thojnë, mu nga njerë qytetarët. Me drejt, unë kom një mu dhe kom kontribu atje. Amo ne kom lënë Kurtin 26%. Që ta e kanë pru 51%. Dy fishim. Pra ndaj, unë besoj që opozita është e rëndësishme në kohën mbër një me. Letë bojnë opozit për një me dhe bashkëpunojnë. Amo që se që i shërbejnë ati dhe të tjerëve nuk unë. Po do këtë ma shumë për shërben apet Albin Kurtit se opozitës edhe vetë vetës. Ditën e shojmë vazhdim kush ku i shërben. A ka dikush pyetje tjetër? Ju vetë se keni përmendur edhe gjatë ditës së djeshme që do të bëni aktivitete të ndryshme nga pjesa e opozitës që kanë bërë vetë deri më tani. Cilat janë aktivitetet që ndoshta do t'ju dallonin ju përkundër opozitës e partive të tjera? Fushata jonë s'ka me qenë konvencionale, fushata jonë ka me qenë kreative, çdo ditë edhe kjo që